Aeroporti Vlorës falimentoj para se të filloj funksionimin. I ndërtuar mbi një korrupsion të tmerrshëm, ngrehinë e tij u shem para fillimit të funksionimit. Janë interesa kriminale, Edi Rams, Lubi Ballukut, Taulant Balls dhe dhënrit të Lubi Ballukut, djalit Sadri Abazit. Në aparencë, mediat dhe qytetarët shohin një përballje midis dy aksionerëve dhe në këtë aspekt kjo nuk është një gjë pazakonshme, por kjo është vetëm në aparencë. Afera e aeroportit të Vlorës eksplodoi 3 javë më parë kur biznismeni dhe politikani i njohur kosovar Bexhet Pacolli doli nga zyra e kryeministit shqiptar. Doli nga zyra e kryeministit shqiptar. Tani, që dy ortak mund të kenë mosmarrveshje njëri me tjetrin, kjo është një ndodhi e zakonshme. Po që një kryeministër të implikohet në ngatresën apo në përballjen e dy ortakëve njëri me tjetrin, kjo është gjëja më e pazakonshme. Kjo është gjëja më e pazakonshme. Ky është moment i cili flet shumë më tepër se sa të gjitha të tjerat. Pra kemi të bëjmë jo thjesht me një përballje midis dy aksionerëve, por kemi të bëjmë me një përballje midis shtetit dhe aksionerëve. Kemi të bëjmë me një përballje të tillë sepse siç jeni dëshmitar nëse ju shfletoni arkivat e mediave, do të gjeni se janë mediat ato që njoftuan fillimin e procesit kundër këtij kundër atij, pa filluar procesi. Por janë bërshit pa fund me mesazhes të pushtetarëve direkt interesuar në këtë aferë, që kanë vërshuar drejt aksionerëve. Çfarë duhet, cili është morali? Dorezez e atyre që kanë stisur këtë aferë të tmerrshme është e shtetit dhe e qeverisë. Unë duhet të informoj qytetarët se aeroporti Vlorës ka një histori recente të tillë. Në vitin 2017 hapet një tender, në të cilin paraqiten 4 kompani të mëdha turke për ndërtimin e aeroportit. Kompanitë turke duke patur parasysh se në aeroport do të kishte më shumë zoq se pasagjerë, kërkuan një garanci me 120 milion euro, 120 milion euro, ndërkohë që aeroporti ishte përllogaritur të ndërtohej me 105 milion. Duhet të deklaroj këtu se 2 ministra refuzuan firmen e kësaj kontrate. E refuzoi
Arben Ahmetaj e refuzoi Damian Gjiknuri. Dhe refuzuan pikërisht për shkakun se kompania kërkonte 120 milion euro pagesa nga qeveria, edhe sikur asnjë avion të mos fluturonte në këtë aeroport pas përfundimit të tij. Një çmenduri. Aeroporti është me rrezik të lartë dhe kështu është aeroporti. Të ngrihesh mi ufon për të mbushur valixhet me parat takspaguesve është tmerrësh, të krimi shëmtuar. Të dalësh të kapardisë si Lubia që nuk më lejohet t'i ve epitete, se po ndërtojmë në Vlorë aeroportin më të madh të Ballkanit, duke dëshmuar ignorancën më të madhe, minimum ignorancën më të madhe të Ballkanit dhe babëzinë më të tmerrshme. Si mund të ndërtohet në Vlorë? Cila imagjinat është që të mund të ndërtojë në Vlorë në një rreth që ka gjithsej banor aktual, asnjë më shumë se 170.000. Të thuash po ndërtoj aeroportin më të madh të Ballkanit, për të mbuluar vjedhjen e tmerrshme që ke planifikuar për të bërë, për asnjë arsye tjetër. Po pse? Sepse bon sensi, logjika ekonomike dhe e gjithanshme imponon një ndërtim me faza. Fazën e parë 20-30 milion, siç është vepruar me aeroportin e Tiranës, i cili mund të jetë sot në fazën e 4 apo të 3 po një me siguri të ndërtimit të shtesave. Rritet vëllimi, zgjatet pista, zgjerohen fusha e tjerë me radhë. Por, që në fillim ab initio, duhet që aeroporti të ishte më i madh në Ballkan. Një krim ndaj shqiptarëve ky. Një krim i vërtet, një lloj si Kuksi. Shkoni në Kuks, e shtruan në park voltaik aeroportit. Shkoni shifni Kuksin. Dakor, do ta ndërtoje në sajz minimale dhe kur të shtohen pasagerët, e shton, s'ka asnjë vështirësi. Jo, do ta bëjmë më të madhin që vjedhja të jetë maksimale. Dhe çfarë bëri? Atë që Arben Ahmetaj edhe Damian Gjiknuri nuk e firmosen sepse ishte 120 milion euro siguri nga qeveria nga takspaguesit shqiptar, Lubia e firmosi me 140 milion euro. Dhe a mund ta kuptoni ju që aeroporti që ndërtohet me 105 apo 110, brenda 10 viteve u merr takspaguesve shqiptar edhe sikur asnjë avion të mos ulet në pistën e tij, në total 135-140 milion euro. A ka njëri që mund të gjobis, përveç hajdutët që s'kan asnjë lloj morali dhe që janë të aftë të bëjnë çdo gjë. Përpiqen jo bexheti, jo valoni, jo bexheti. Ç'pun ka ata? Ky është shtylla e zezë e korrupsionit, është garancia që është dhënë nga Lubi Balluku, e pa përmbajtur në hajnit dhe vjedhjet e saj, dhe që mbrohet si nga skapi i partisë. Ja ku është? Kjo është e vërteta.
Pranaj edhe këta, të gjithë janë vërsulur gjoja në grinje që ka bexheti me valonin, valoni me bexhetin. Po në qofë se ata kanë grinje të zhjithë, që janë qytetarë privata, nuk kanë asnjë çpun ke. Pra, janë interesa kriminale. Tedi Rams, Lubi Ballukut, Taulant Balls dhe dhënrit të Lubi Ballukut, djalit së Adria Bazit. Po, Lubia e ka marrë kushrinë e parë të Lubis. Këto janë të shifë në qytetar, kjo është e gjithë puna. Dhe kjo ju garantoj se mënyra se si e po trajtojnë këta. Nuk po hyun fare kush ka drejt për të atyre dyve, kush nuk ka drejt. Jo, absolutisht. Se unë jam i lirë nga ky problem, edhe për faktin tjetër, e kam denoncuar i pari dhe jo një, po shumë herë, si një aferë të tmerrshme korruptive. Tani, shoh që në qoftë se djegësi Tiranës u vodhen parat dhe ai nuk u hodh një tull, në aeroportin e Vlorës janë premtuar 140 milion euro, edhe sikur një avion i vetëm të mos ulet në pistë e tij gjatë 10 viteve të para. Se është me rrezik. Jo, atër, kjo ka një gjë shumë të thjeshtë. Në qoftë se s'duan të vjedhin, ky rrezik nuk shkohet në aeroport me 100 milion euro, ndërtohet në aeroport me 15 milion euro. Fillohet, shtohen pasagjerët, shtohet pista, shtohet mjedisi, shtohen chartrat e mëdhej, zgjatet pista me tej. Kjo praktikë është ndjek me aeroportin kryesor të vendit, Rinasin. Edhe e kanë ndjek privatët. Privatët e kanë ndjek të praktikë. E kishin Gjerman të ndoqen. Nga Gjerman, mos gaboj, e morën kinezët, po këtë bën. Nga kinezët e morën shqiptarë, po këtë bën. Tani, ku flen lepuri? Ku flen lepuri? Ja u thëmë. S'ka gjë më të fështirë se me gjetë lepur në Osman, ku flen. Fështirë. Po di ku flen e gjithmonë. Qa ka ndodhur? Lubia, jo vetëm firmos kontratën për një siguri 120 milion, por Lubia, një vit mrapa, firmos transferimin. A, bravo. Firmos, ja ku e keni, se vend kryeministra dhe ministra, mos harrojnë, i vend të dy titull. Shoqëria koncesionare Vlora International Airport. Firmos kalimin e aksioneve nga YDA Insat Sani VE Tikaret Anonim Siliketi, kompania turke, e cila është kompani me ekspertizën në ndërtimin e aeroporteve, pa praninë e të cilave aeroporti nuk fillon të ndërtimin, nuk ndërtohej, dhe menaxhimin e aeroporteve. Pra, firmos kalimin e aksioneve nga kjo kompani tek Mabco Construction, që në këtë moment tenderi rëzohet. Shtyllë kryesore e tenderit nuk ishte Mabco Construction, sepse s'kishte asnjë eksperiencë në çështje aeroportesh, por kishte kompania turke që ishte ndërtuese
menaxhuese aeroportesh. Dhe një numër kompanish të tjera që u paraqitën në tender, po që nuk kishin praktikën ekspertizën e kompanisë turke, u përjashtuan nga tenderi. U përjashtuan, sepse nuk kishin ekspertizën. Tani, kompania me ekspertizë mbi të cilën u bazua tenderi, u thot mirupafshim dhe Lubia, sigur ta kishte pronë në borën e vetë, firmos, kaloja aksionet Pacollit. Tani, çdo shqiptar ka të drejtë absolute të dyshojë se ato aksione janë të Edi Rams dhe Lubi Ballukut. Dhe këtu mund tjetë, nuk them, se këtë se nërësh, këtu mund do në hetim të gjithanshëm, dhe këtu mund të jetë shkaku i angazhimit kaq intensiv të Edi Rams, Lubi Ballukut, Tauland Ballse me radhë, në një aferë e cila në pamje është aferë midis dy ortakëve, pa lidhje me shtetin. Pra, sepse, që ta dini ju, nuk do të marrë asnjë anë, absolutisht, por i vetmi transferim aksioni në 4 vite i miratuar nga qeveria, transferimet aksioner gjithmonë do të miratohen nga qeveria, është ligja jo, ligjin tregtar, është transferimi aksionerve të kompanisë turke, që është bërë në shkelje të ligjit. U lumturua Lubia me ato aksione, apo Edi Rama, apo Tao, apo kush, këto sigurisht pa hetim nuk mund të thuash. Po fakti që implikohen kaq thellë, fakti që kanë firmosur një kontratë të tillë, i akuzon këta absolutisht si direkt përgjegjës për të gjithë këto aferë mega korruptive. Mos harroni, nuk ka një dokument ku t'jetë firmosur transferimi i aksioneve nga Pacolli tek Valoni. Nuk ka. Dhe tani vërsulin të gjithë, po ç'punë keni ju në punë midis ortakëve? Unë i kam denoncuar, unë te Valoni se kam jo thonë, kur kam denoncuar kam pas parasysh Pacollit, kemi hapur me ju, se nuk kam, sepse ai ishte emri kryesor, dhe nuk mund pranoja unë sigurin për 600.000 bileta. Ja, kur nuk ka pranoja. Se ajo ishte kjo është një gjë të mëshme, të gjobisi shqiptar të pagu. 35 vjetë koncesion, parashikimi është 700 milion fitimi. 700 milion parashikimi. Por, ignoroj parashikimin. 10 vitet e para, taks paguesit i paguajnë koncesionarit 140 milion për trafikun e munguar. Besoj se çdo shqiptar ka të qartë tani se këtu Pacolli dhe Valoni janë thjesht prestanome, po emrat e vërtet të kësaj afere të tmerrshme janë Edi Rama, Lubi Balluku dhe qeveritarë të tjerë. Përgëzoj të 2 ministrat, ish ministrat, të cilët kanë refuzuar të firmosin jo për 140, po dhe për 120 milion euro gjob për taks paguesit shqiptar, gjob e vërtet. Aq sa pati për djegësin nga Altin Troplini do ketë për aeroportin nga Ndini apo ndonjë tjetër, sepse tani, që a dini ju, prej 2 vitesh, një kompani e huaj ka paraqitur pa dinus pak
se është përjashtuar absolutisht mbi baza korruptive. Një kompani shumë serioze. Dhe që kanë bërë? Si e kanë përjashtuar atë? Ajo është paraqit me dokumenta shumë tregta, të standardeve më të mira. Edi Rama dhe Lubia, 4 ditë para se të mbyllet tenderi, kanë ndryshuar termat e tenderit, që s'mund ta bësh kurrë. Vetëm e vetëm që të përjashtoj kompania e huaj, e një vendi partner, dhe të jepej tenderi atyre që kishin caktuar këta. Një kompani turke që do vinte për të dalë, për të mos vetëm si materialist për të realizuar, po faktikisht ishte pacolli. Pa, kjo është natyrisht shumë të ngjashme. Edhe atje, edhe atje, të themi atë që është, Arben Ahmeti refuzoi 4 herë, 5 herë. Po e refuzoi. Askush se ka denoncuar më shumë se unë atë për korrupsion. Merrni ju që nga viti 2008 gjërë sot. Po ato që ka s'mund t'ja mohosh tjetrit. Pavarësisht se i papërgjegjshëm. Një mercenar i vërtet i ligjit. I turpi i drejtësisë dhe i hetimit Altin Troplini merret direkt dhe u thot shqiptarëve po e arrestojnë sepse gjeta pllaka në banjon e tij të paguara nga Klodian Zoto apo si quaj tjetri Mërtiri. A e morët vesh ju apo jo? Ku e ka ta ndisi Troplini? Ku e ka ta ndisi Troplini djegësi 130 milion? Tek plakat e banjos, ish bashortës, bilem duket, jo të bashortë, po ish bashortës së Arben Ahmeti. Dhe për këte, Arben Ahmeti që kishte kundërshtuar 4-5 herë me shkrim, djegës e Tiranës, kishte mbrojtë interesin publik, e arreston, sepse i kërkon, i dërgon këte dokumenta hoteli, se që kishë fjetë në një hotel, me një shpifës të paguar, i dërgon në një lokal dokumentat Linda Rama në emër të shoqit. Kjo është, mund të pranohet, këto së pranohet, s'kanë moral. Nuk kanë moral.